ishte një djalë, ka pasur shofer të jatin, dhe ka qenë edhe antar i partisë punës, i jati këti, shofer me autobus ishte, në Kristi Belba, e më të, unë këput kavo, po si të bëjmë, ishin shok me djemë të këta. Pavarësisht se ju kishte jatin në antër parti, po ishin shok të ngushtë edhe ata ishin, ore, pse fitoj Partia Demokratike në 90%? Atëhere, në atë periud, në vitin 92, pse ishin edhe ata që votuan për PD-n, ishin vetëm, ishin e socialistët që votuan për PD-n. Ne, te mund të gjova, unë e di ku është një kavo, është në Spiro Ravoniku, i mere një ka një kavo për Qeliku në Bodruma, në Bincet, të shumë që ato Bincet që janë zakonshë. I mere një ata, edhe muar kavo në Spiro Ravonikut, e hodhën atin qafë, e i vunë makinë një ka plasa, ishtë një shofer ka plasa, e vunë që e rëzuan atë. Kavua është e Spiro Ravonikut. Spiro Ravoniku ka bërë 23 vjetë burg. Edhe i edha kontributin e ti për rëzimin e. Kështu që atëre mu hapë rruga që të kalonje bulevartit të Korçës, se gjenë në atë moment e kishe mbyllur vetë, nuk desha të shikonja. Kështu monumenti iku, u hoqë, me familjen u takova, po thuaj me të gjithë, edhe ata që ishin larguar gjatë periudhës që unë ishe në burg, unë i afrova si dajon e të tjerë që nuk ishin shkelur në shtëpi për asnjë lloj sebepi. Unë prap, po ama ishte gruaja që më shtyvi, se në ato periudhë nuk ishte aq të pajtoheshe aq kollaj. Po ishte gruaja, ben ata, mos e bëj ti, s'të erdhen ata, ti as ti s'të të vesh, ti a here mos ishaj ata, se edhe ti si ata besh. Ajo ishte një, si të them që më shtyti, që ti falnje ato të gjitha. Zoti Engjëll, në proceset demokratike, në Shqipëri ju keni kryer disa detyra e funksionet të ndryshme shoqërore. A mund na flisni për to? Kishe një premtim që ju kishe bërë shokve, që unë kur të dal nga burgu, do të bëj ç'është e mundur për të ndihmuar bashkëvuajtësit e mi. Dhe këtë me sa munda dhe me sa mundësi që më dhanë, unë e bëra. Po, mu afrua në herë, se unë kam dalë nga burgu në 11 janar të 96. Në shkurt në mars ishin zgjedhjet. Edhe më vinë në dy përfaqësuesët e Partisë Demokratike në Korçë, Petrika Minga dhe Ilir Manushi. Erdhen për shqyqyr që dolle shëndoshe, kupton, nga burgu, po njëkohësisht e më bën edhe propozimin për deputet të Partisë Demokratike. Në atë kohë i pyes këta, i thash, ke qenë ti antar i Partisë Punës? Petrika Mingës, po, tha, kam qenë. Po ti? Po, tha edhe Ilir Manushi. Mirë thash, ne do vem në një mbledhje. Edhe unë si me thinj do më vini në mes. Ty Ilir të njojnë, e ty Petrika të njojnë. Këta dy ish antar të Partisë Punës, po ju në mes kush eshte? Po ju është një burgosur politik. O, pika që si bje, ku ka yra ju. Faleminderit. Po unë nuk e bëj datë këtë punë. Po pse se bën? Nuk e bëj, kuptoj një vetë pse se bëj. Nuk duhet të zgjatem të se s'desha tja, kuptoj, ata këshin ardhur për një qëllim të mirë dhe mua, pavarësisht se unë do t'ishe një vegle tyre, si për të tundur flamur për ata. Po unë nuk pata të kurajën të thoshe që unë në mes të dy komunistëve të rinj, unë një burgosur politik, këta nuk ja u thash të thënë të drejten, po ama i thash që nuk mund ta bëj dot këtë punë. Unë kam marrë një angazhim që unë do t'i shërbej shtresës time, shokëve të mi, bashkëvuajtësve të mi. Dhe kështu ndodhi, edhe në të vërtet. Mbasi u çmalla me familjen, me njerëzit e mi të afër të dashur, motra, vlla, nip, prambesa të gjithë. Ahere tash do të merrem me diçka, edhe fillova të merrem me ata që ishe premtuar që do të shërbej bashkëvuajtësve të mi. U krijua shoqata e burgosurve politik në Korçë.
Jo se ishte vetëm merita time, ishte edhe shumë të tjerëve që organizuam e bëm këtë shoqatë. Dhe unë zgjodha si sekretari i shoqatës për ndjekëve politikë për 3 vjet. Mbas 3 vjet u bën zgjedhjet e para dhe u zgjodha kryetari i shoqatës në Korçë dhe nën kryetar i shoqatës kombëtare të burgosërve dhe të përndjekurve politikë. Dhe deri ditën që kam ardhur në Amerikë, kam qenë kryetar i shoqatës për ndjekurve politikë të Korçës dhe nën kryetar i shoqatës kombëtare për ndjekurve politikë. Gjatë kësaj periudhe, kjo është kënaqësia më e madhe që kam ndjerë, që i kam shërbyer bashkëvuajtësve të mi me të gjitha mundësitë që më janë dhënë mua anë po të shkonje. Dhe kërkesat e mia pothuajse janë plotësuar duke pasur parasysh dhe mundësitë se unë tash do t'i kërkonje. Korça kishte nga shtresa tonë kishte 300 të pastre. A mundet t'i bënte shteti t'i jepte 300 apartamente se ishin të... Po, gradualisht janë sistemuar të gjithë. Jo për njerësh, po me kohë janë sistemuar të gjithë. Mund të ketë metur tek tuk në një, po jo nga faj tonë më tepër se nga faj tyre. Se i bënin kërkesat si pas qefit, vinin kërkonin atje ku s'ju jepte njeri gjë. Po unë në Korçë kam plotësuar po thuaj të gjitha kërkesat e bashkëvuajtësve të mi. Shtresa e të përndjekurve politikë që kanë qenë të dënuar ose të internuar janë treguar në jetën e përditshme praktikisht shumë tolerant dhe kanë falur. Ç'është falja për juve, zoti Engjëll? Shiko, falja është një shpirt madhësi. Nuk është frikë. Këtë ta them ty dhe kujdo që kujton se neve nuk u akmorëm se kishim frikë. Jo. Jo dhe jo. Ta dinë mirë me atë urrëtie që kishim akumuluar për vite të tëra, unë ishe përbindësh, me kuptimin e fjalës figurative, që jo se kishe frikë, as se ndjenje nuk e dinje se që ishte frika, po kishe shpirtëgjerësinë time, që unë nuk do të bëhem kriminal, si që bën ata me mua. Nuk do të bëhem vrasës, si që bën ata me mua. Nuk do të bëhem njerëzor, si që u të reguan ata me mua, ose me shtresën time. Kështu që falja ishte një shpirt gjërësi e shtresës tonë, jo frikë, edhe njerë po e them, as njerë. Zoti Engjëll, a ndjeni dëmshpërblyer moralisht dhe materialisht? Ja, moralisht deri diku, megjithse është shumë, etë mos e themi edhe jo, po moralisht unë shoqëria më kam bajtur, si të thuash, afër, më ka plotësuar kërkesat e mia, a edhe vetë kam punuar që unë të plotësoj ato që kam pasur të nevojshme. Po ekonomikisht nuk u zvendësohet asgjë. As me gjë nuk mund të dëmshpërble gjithë ato vitet më të mira të jetës time. Nuk llogaritet me se mund të janë shumë të kushtueshme. Janë shumë të kushtueshme ato vite gani. Nuk dëmshpërblehesh dot. Si vlerësoni këto vite që kanë kaluar në periudhën e demokracisë në Shqipëri? Unë jam takuar me një grup politikanësh anglezë në vitin 93. E në bisedet sipër më pyet njeri nga ata anglezët, si ju duket demokracia në Shqipëri? Mirë, i them. Me aq sa mund ta... Megjithse si fillim ishte shumë mirë, pavarësisht ato ca të meta e ca se çdo gjë është e përsosur. Mirë, tha, po ju demokracinë e keni zënë gabishti, tha.
nuk e keni zënë nga brirët. E në momentin nuk më duk në një fjalë shumë e madhe e tjera. Po më vonë, e kuptova që kishte pasur të drejtë. Se që të zgjas demokracia 20 vjetë në Shqipëri edhe të mos arrije, si që arrin vendet e tjera të lindjes. Ku janë ata dhe ku jemi ne? Nuk uzu për brirësh, uzu me të vërtet, e ju e kishte mirë, se uzu për bishti demokracia. Se po të ishtë zënë një vend i vogël, sa që Shqipëria ishte reguluar shumë shpejt. E nuk do të kishte këto probleme që ka sot Shqipëria. Do të ishin përcjell, do ishin kaluar me kohë. Po uzu për bishti dhe kështu që po zgjat. Edhe po zgjat ajo tranzicioni, edhe nuk e dim se edhe sa do të shkoj. Megjithëse janë bërë shumë gjëra në Shqipëri tash, ato nuk mohojnë, e të dua unë, nuk i mohoj dot. Janë bërë shumë gjëra, po që mund të ishin bërë shumë më shumë se që janë bërë. Zoti Engjëll, këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ardhur shumë shqiptar, po shumë shqiptar kanë shkuar në shumë vende të tjera të botës. Janë larguar intelektual, janë larguar artist, janë larguar shkencëtar, të rinj, të reja. Çfarë do thoshit për këtë fenomen? Unë do të mbledh me pak fjalë këtë. Këtu në Amerikë, ose në gjithë botën, mund të bëhen milioner, mund të bëhen doktor, inxhinier, profesor, shkencëtar. Çerto mund të bëhen, po mos harrojnë se janë shqiptar. Dhe mos e harrojnë Shqipërinë. Këta ju them. Të nderuar teleshikues, së bashku ndoqëm një pjesë të rrëfimeve të jetës të zotit Engjëll Fidani, por kështu si zoti Fidani në Shqipëri ka pasur dhe ka shumë të tjerë, të cilët mendoj se është mirë rrëfimet e tyre, tregimet e tyre, ngjarjet e tyre që kanë ndodhur në jetën, qoftë në jetën e burgut, qoftë ato të internimit, është mirë që t'i pasqyrojnë në mediat shqiptare, t'i evidentojnë ato, pasi vlejnë për brezat e rinj, veçanërisht për ata breza që si kanë jetuar ato vite, ju të rinj duke mësuar këto vuajtje, persekutime që regjimi komunist ka bërë ndaj të përndjekurve politik, tregojnë dhe rrugën e vështirë që është dashur për të ardhur kjo ditë që ju gëzoni sot, pra demokracia. Ndaj mos harroni asnjëherë të kaluarën, por keni atë si referim së keqes dhe shikoni gjithmonë përpara. Ndaj të nderuar teleshikues, televizioni shqiptar do të jetë gjithmonë pranë kësaj shtrese që ka vojtur gjatë regjimit komunist, do të ndihmoj për të evidentuar dhe për të pasuruar historinë e pjesës tuaj. Duke falenderuar zotin Engjëll për kohën që kushtoi me televizionin shqiptar, ju falenderoj juve për vëmendjen dhe mirë takofshim nderuar teleshikues në emisione të tjera. Zoti Engjëll, ju falenderit. Faleminderit ju që më krijuat këtë mundësi.